Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të bërë video të përmbyllse më për Big Brotherin. Fillimisht njëherë faleminderit shumë për të gjitha audiencën që kemi patur dhe do të vazhdojmë të kemi. Unë do t'ju sjell çdo ditë të rejat më të fundit rreth artistëve shqiptar dhe do të komentojmë mbi jetën e tyre, marrëdhëniet e tyre jashtë dhe arritjet që ato do të bëjnë. Jemi në ditën e fundit, 4 finalistë brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, 4 personazhe që në fakt të 4 kanë qenë jo më pak të rëndësishëm, 4 personazhe që kanë dhënë shpirtin e tyre për të arritur në këtë ditë, luftëtar të fortë, lojtar interesant, kemi parë emocione të ndryshme që në fakt na i kanë përçuar edhe ne. Sonte vendoset fituesi. Televotimi është akoma i hapur, por ne kemi hapur sondazh dhe sondazhet zakonisht janë shumë të vërteta dhe të sinqerta. Në sondazhin që kemi hapur ne, është përzgjedhur në një farë mënyrë fituesi, por këtë vit mund të themi të gjithë hapurazi që krahasuar me vitet e kaluara nuk vendoset, të paktën nga ne si gazetarë të jashtëm, nuk vendoset fituesi edhe aq lehtë, sepse lufta është shumë e madhe. Do të thënë televotimi është shumë i hapur, të 4 banorët kanë fansat e tyre, të 4 banorët kanë mbështetjet e tyre, kanë fanbase-in e tyre, do të thënë nuk është si në vitin e kaluar që kishim një fotografi, do të thënë i bënte dikush shqiptarët bashkë. Këtë vit të 4 banorët nuk kanë arritur që t'i çojnë shqiptarët në një mendje dhe fansat janë të gjithanshëm. Do të thënë ka një grup të mirë të fansave dhe një mbështetje miri, ka një grup të mirë të fansave dhe një mbështetje Rogerti, por ka një grup jashtëzakonisht të mirë dhe mbështetje Mateo, ka një grup më të fortë dhe mbështetje Selin. Do të thënë që të 4 janë në qendër të vëmendjes, që për të 4 bëhet tifo dhe shqiptarët po bëjnë namin për të nxjerrë fituesin. Në sondazhin që ne kemi hapur edhe në informacionet që unë kam arritur të siguroj nga produksioni, në sondazhin që ne kemi hapur si kanal Monitor TV, fituese e Big Brother VIP Albania 5 është Selin, me 49% të votave, shumë afër Selin është Mateo me 33% të votave, shumë larg Mateos dhe Selinit është Rogerti me 5% të votave dhe pak më afër është Miri me 13% të votave. Do me thënë, loja e ashpër, lufta e madhe është mes Mateo dhe Selin. Tani, unë personalisht për veten time, do doja që ta fitonte njëri prej dyshes Mateo Selin, sepse fillimisht njërë Mateo ka dhënë jashtëzakonisht maturi, kulturë, ka treguar djalin e mrekullueshëm, ka treguar qytetarin që në fakt nuk e gjejmë në ditët ku ne jetojmë, ka qenë i matur, luftoi për një dashuri dhe ka qenë koherent në dashuri dhe të kjo pjesa mësuam që duke qenë besnik ndaj një marrëdhënies ti duhet të jesh i duar trokitur, sepse Mateo kishte shumë mundësi që ta lërë këtë marrëdhënie në gjys. Unë mendoj që Brikena e ka shumë provokuar, e ka lodhur, por Mateo vazhdoi më i fuqishëm se kur. Do me thënë, Mateo meriton që të jetë fitues, Selin me patjetër që e meriton, është e vetmja femër që kaloi në për shkëmbinj, jo në për gur, në për shkëmbinj. Dhe mendoj që, do me thënë, dyshja fituese është mes Mateo dhe Selin. Tani, sipas sondazhit ton, në podin kryesor duhet të ngjitet Mateo dhe Selin dhe njëri prej këtyre të dyve duhet të fitoj, edhe pse Mateo jashtë ka një mbështetje më të fortë, më të madhe, edhe pse kjo unë jam shumë i bindur është e kthyer e gjitha në vota, do me thënë, kanë votuar që Mateo të jetë fituesi i këtij Big Brotherit. Televizioni Top Channel akoma i ka, do me thënë, votat e hapura dhe
shqiptarët janë duke votuar, unë uroj me zemër që të mos të bëhet pa drejtësia. Do të thënë uroj me zemër që televizioni dhe produksioni të mbështes dëshirën e të gjithë shqiptarëve, të cilët janë bërë bashkë për një emër të vetëm, do me thënë po luftojnë që ta fiton Matteo Big Brotherin. Jam i sigurt që produksioni do t'jetë më nga ana e publikut se sa nga ana e dëshirave të tij. Tani pse duhet ta fitoj Matteo është publiku ai që e vlerëson, me thënë ju e kuptoni edhe vetë, Matteo ka një mbështetje jashtëzakonisht shumë të madhe, edhe pse ndoshta produksioni t'ia prishën pak matematikat, por gjithsesi unë mendoj që Matteo e meriton që të jetë fituesi sepse ka treguar vërtet vlera të veçanta që në ditët ku ne jetojmë, fatkeqësisht fenomeni Rogert na e tregon më shumë vlerën e qytetarëve, do të thënë na e tregon më shumë vlerën njerëzore, kështu ka arritur njerëzit sot. Janë xhelos, kanë urrëtie, kanë mlefe, mundohen që të ta bëjnë më të keqen, mundohen që të dëgjojnë në rrugë. Do të thënë Rogerti është pikërisht figura e këtyre njerëzve që janë të shumtë në shoqërinë tonë, ndërsa Matteo është djali i atyre pak njerëzive që kanë mbetur me shpirt edhe me zemër. Do me thënë, lufta e madhe, sipas të gjithë sondazheve që janë të hapura, lufta e madhe në podiumin kryesor duhet të bëhet mes Selin dhe Matteo. Edhe pse unë kam informacione, do me thënë të afërta të produksionit që në fund mund të ngjitet Miri dhe Selin në podiumin kryesor, lufta është më e madhe që ta merr Miri Big Brotherin, por unë mendoj që duhet respektuar të gjitha sondazhet dhe në sondazhet tona Matteo dhe Selin kryesojnë, domethënë janë shumë afër me vota me njëri tjetrin, gjë që kjo është e vërtet që janë edhe në sondazhin e televizionit Top Channel, edhe në sondazhin e Big Brother VIP Albania 5. Do me thënë, fituesi është mes këtyre të dyve në sondazhet e hapura, në atë që publiku vërtet e tregon. Dhe uroj me zemër që të respektohet kjo gjë. Ka dhe nga ato, thash e theme që thonë Tiranë, po Rogerti ka shansa që ta fitoj, Rogerti ka sponsorin. Rogerti mund të ketë sponsorin kryesor, por produksioni dhe publiku e duan atë që vërtet ka treguar njerëzillik. Dhe Matteo ka treguar njerëzillik, Rogerti ka treguar lojë dhe strategji, po nuk ka treguar njerëzillik. Dhe në fund të ditës duhet vlerësuar dhe këto gjëra. Do të thënë duhet vlerësuar dhe fakti që këtu ka njeri që tregon dhe njerëzillik, ka njeri që tregon dhe shpirtin e pastër. Unë uroj me zemër që sonte të fiton e drejta, sonte të vlerësohet e drejta dhe të mbështetet e drejta. Do të thënë deri më tani, Matteo dhe Selin po kryesojnë për ta fituar këtë Big Brother që nuk është e lehtë. Do të thënë është Big Brotheri më i fortë që ka qenë deri më sot. Është Big Brotheri më i madh që ka ekzistuar deri më sot. Dhe sonte do të kemi një super emocion që ne do ta përjetojmë të gjithë së bashku, përfshirë këtu edhe banorët që kanë qenë, janë dhe do të vazhdojnë të jenë pjesë e këtij spektakli. Do të thënë, Selin dhe Matteo janë duke kryesuar. Unë përsëri edhe në fund do t'ju sjell sondazhin se kush do të fiton, Selin dhe Matteo janë duke kryesuar.